Dje rreth orës 16:30 në sektorin për punë të brendshme në Tetov, KM 38 vjeç nga Tetova, punonjës i një bastoreje në fshatin Te Arc, ka raportuar si një person ka dëmtuar ekranin e një automati lëra shfati, po merren masa për sqarimin e rastit. Mbrëmë rreth orës 22 në sektorin për punë të brendshme Tetov, AA, 44 vjeç nga Shemshova, ka raportuar se persona të panjohur kanë marrë kanaçe me vaj, antifriz, vegla dhe të tjerë nga një depo për ruajtjen e makinave të punës. Një ekip i sektorit për punë të brendshme Tetov ka kryer inspektim dhe po merren masa për sqarimin e rastit. Mbrëm gjatë ndërmarrjes së masave dhe aktiviteteve nga ana e pjesëtarëve të policisë nga stacioni policor në Gostivar, në një lokal nate në fshatin Dobërdoll u gjetën 13 vajza, nga të cilat 9 ishin shtetase kolumbiane dhe 4 shtetase maqedonase. Për shkak të keqpërdorimit të qëndrimit turistik, u ndaluan shtetaset e huaja nga Kolumbia dhe kundër tyre u ngritën akuza, ndërsa gjykata themelore e Gostivarit u shqiptoi ndalim 1 vjeçar për hyrje në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe gjob.